Mirë se vini të Radio Lindja, pra sonte dhe gjysdashur ja pas informatave edhe gjitha ato që i patëm gjajme gjithë me rend, edhe erdi koha pra me Musafir në studio, ku këtë premte kemi lajmëruar që do ta kemi temën, e kemi lajmëruar edhe javën e kaluar, mirë po si bas gabimit tem personal, datës pra ja pra doritën e kemi sonte këtu, drejt për drejtor sonte me neve, edhe do të bisedojmë për ato që kemi pritur një kohë të gjatë, soj përket shëndetit, dhëmve edhe ortodoncisë e shumë gjëra tjera të interesante, ku do ta kemi një temë shumë të bukur edhe një temë që na përket gjithë neve, domethënë njerëzimit, mund të them kështu, sepse është me rëndësi pra prej aty mund të filloj edhe jeta e mirë, po edhe mund të filloj edhe jeta e keq. Kështu që sonte me neve është Musafira që kemi pasur edhe para disa viteve me ordinancën e vete në Oslo, në Adamstuen. Është një, mund të them, stomatologe specialiste ku shumë prej shqiptarëve edhe kanë vizitu ordinancën edhe kanë qenë aty edhe e kanë pa. Edhe jonë mjeku kanë marrë shërbime të ndryshme, mirë po ajo më e mirë është që Dorita arsonte me neve këtu dhe na tregon shumë ma shumë soj përket shërbime punës e gjitha ato, duke thënë mirëmbrëma dhe mirë se na erdhe. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma, edhe nga ana ime, besoj që do të kalojmë shumë mirë sonte me Doritën, kanë kalu disa vite kur e kishim për herë të fundit të në studio, por Dorita nuk ka ndryshuar sepse është më e re edhe në realitet puna nuk e lodh njeriun, do të legojmë gjithë secilit, se me punë as nuk plakemi, as nuk lodhemi, as nuk do kemi ndryshe, po ndoshta do dukemi edhe më mirë kur edhe mirëmbahem në atë aspektin shëndetësor. Shëndeti dhëmbëve është shumë e rëndësishme për atë sonte Dorita është me ne, na shpjegon për se si janë mundësitë edhe sa ka qenë për shembull e zgjashme për Doritën pijetoj në Oslo, në një kryeqytet të këtij shtetit, për shembull ku jemi të Norvegjisë këtu, me klinikë private të ortodoncisë. Normal, nuk është lehtë. Mirë po, fillojmë mas pari, Dorita, se çfarë është ortodoncia, se ajo është me rëndësi ta dim, se mjeku i dhëmbëve, pastrimi, shumë sene është e ndane kjo. Mirë po, çka është vetë ortodoncia? Shumë faleminderit, një pyetje shumë e mirë, edhe do e fillojmë me për të sqaruar se çfarë është ortodoncia ose ortodonte. Ne dim nga mjeku i shtëpisë, është mjeku dhe pastaj mjekësia ka dhe specialitetet e veta. Kardiologu për zemrën, për sytë, për organet të ndryshme. Kurse në gojë kemi dentistin, që është për mjeku i përgjithshëm, dentisti i përgjithshëm, dhe pastaj kemi dhe specializime të ndryshme. Ortodoncia është një nga specialitetet e brenda stomatologjisë, që merret me studimin, profilaksin, mjekimin e nofullave dhe pozicionit të dhëmbëve në nofulla. Dhe gjithashtu ndjek edhe zhvillimin e rritjes dhe ndryshimit të nofullave tek fëmijët dhe të adoleshentët, kurse te të rriturit kemi pak kufizime për shkak se nuk ka më rritje, por ka ndryshim fiziologjik të plakjes. Kjo është ortodoncia. Nëse një dentist ka bërë një studim 5 vjeçar në fakultet, kurse një specialist ortodont ka bërë është dentist, kërkohet që të ketë punuar 1 deri në 2 vjet si dentist dhe pastaj ka dhe 3 vjet studim në universitet me mjekim dhe mësim akademik. Mëson teori dhe bën gjithashtu praktik. Mëson është 8 vjet një ortodont. Po. Shumë bukur. Kjo është ajo që tha dhe vetë, për shembull që stomatologu është atë degën e vete, derisa vjen te nofulla për shembull, edhe ortodontia është këtë tjetër deg, sepse dentisti faktikisht të uzon me shku te ortodonti për nëse aty është puna. Ose nëse ki proteza, ose gjithë ato që duhet të kem pajisje. Dështa të pyes tash sa është e rëndësishme ortodoncia për shëndetin tonë edhe oral edhe të trupit, sepse ndoshta në shumicën e rasteve kur ceket tani kur e dim shumica ne që ortodoncia ka të bëjë pak edhe ndoshta me
me bukurinë, me estetikën e gojës apo nofullës në përgjithësi, sa ka të baje kjo në atë aspektin shtetësor? A është patjetër ne të rregullojmë dhëmt për shembull tretjen e ushqimit ose për gjithçka që ka të baje që neve shëndetit na jetë më i mirë në atë aspektin kur I kemi dhëmt ku duhet. Apo edhe nofullën, duke I drejtuar dhëmbet në bazë mundësive të ndryshme që pastaj edhe do të ekspozojmë këto për dëgjues tanë. Për shikuesit. Po, kjo është pyetje shumë mirë. Ne, siç e tha dhe juve, dhëmbët kanë funksion dhe kanë edhe funksionin e ngrënies, po kanë edhe funksionin estetikës. Domethënë nuk mund të rregullosh vetëm funksionin pa rregulluar gjithmonë dhe estetikën. Dhe kur flasim për shëndetin, kemi shëndetin fiziologjik, domethënë që të kemi mundësi ta përtypin mirë ushqimin, por kemi edhe shëndetin psikologjik. Domethënë vetë sistemi norvegjes I ortodoncist, kur të jep mbështetjen për mjekimin ortodont, jep mbështetje ose në qoftë se ke nevojë funksionale, po në qoftë se edhe ke nevojë psikosociale. Domethënë është e rëndësishme që të shihen të dy aspektet e shëndetit. Rëndësi ka që këto defekte të kapen shpejt. Dhe gjëja që është e mirë është në profesionin tonë që nëse ne arrim t'i kapim herët te fëmijët, atëherë ne mund të bëjmë me pak mjekim mund të ndryshojmë shumë. Dhe mund t'ja mundsojmë për shembull pacientit që ai nuk ka nevojë më vonë të bëjë për shembull ndonjë operacion kirurgjie më të madhe si I rritur, sepse edhe më vonë ti bësh si I rritur, por është një çik si pema si dega fidani, kur është I shtrëmbur dhe I njom, është më thjesht për ta drejtuar se kur ke pemën rapin. Po, kur ka trupin atëherë. Kur trupin e madhe çik më vështirë, arrin ta ndryshosh, por jo aq thjesht. Pra, është një pyetje tjetër, ne dim se ta shumicën e rasteve në Norvegjisë mos. Por do të ta lidh me pyetjen më kur thash se sa është e zorshme ta kesh një klinikë private të ortodoncistë në Oslo, sidomos në kryeqytet ku jemi. Sepse ndoshta edhe njerëzit hezitojnë ta vizitojnë Doritën për shkak se mendojnë çmimet janë shumë të larta, ka të bëjë shumë me estetikë dhe gjithçka që ka me estetikën është e shtrenjtë. Sugra ajo domethënë kur shkon me një sallon bukurie, edhe Ajo është kozmetik. Ajo është kozmetik, ajo është 100% kozmetik, po. Nuk është e nevojshme, kurse estetika dhe funksioni janë. A mund të kenë pacientë të juaj participim nga shteti nëse kanë ndonjë anomali prej lindjes të nofullës ku do të tërhiqen dhëmbët për të rregulluar pastaj filluar me ato, element punë të juaja që duhet I krijen ortodonti. Po, shumë pyetje mirë, janë pyetje shumë të mira. Atëherë ka dy aspekte këtu. E para e punës është mirë që ky informacion t'i arrijë dëgjuesve tanë. Shteti suporton mjekimin ortodont, por vetëm nëse kryhet nga specialisti ortodont. Si për fëmijët, për adoleshentët edhe për të rriturit. Prandaj, sidomos për të rriturit, sepse është ideja në përgjithësi që kur je mbi 20 vjeç, atëherë je rritur dhe nuk ke të drejtë më për ndihmë nga shteti. Kjo nuk është e korrekte. Në qoftë se për shembull dikush mendon që ai ka nevojë për mjekim ortodont për të rregulluar përtela, si I themi në shqip, atëherë është mirë që pavarësisht nga mosha të shkoj të bëj një konsultë ortodonti, sepse ai mund ta bëjë dentisti vet, po në qoftë se mjekimin e bën te dentisti nuk ka të drejtë të marrë mbështetje financiare nga shteti. Është vetëm ortodonti, specialisti ortodont që merr mbështetje financiare si për fëmijët dhe për të rriturit. Dhe ka disa diagnoza që I jep dhe të rriturve të drejtë të marrin ndihmë nga ndihmë. Kjo është e para punës. Dhe e dyta është sistemi I norvegjes financiar është I tillë deri në moshën 20 vjeç, domethënë deri në vitin që unë mbush 20 vjeç. Për shembull jam ose është janar mbusha janar ose në dhjetor, deri gjithë këtë vit ke mundësi të marrësh të drejtë financiare në qoftë se diagnoza është e saktë. Dhe kjo një thirrje e vogël për të gjithë adoleshentët ose të rriturit 18, 19, 20 vjeç, mos e humbi këtë shans,
Sepse unë kam pas pacient që kanë ardhur 21-22 vjeç, nuk e kam pas ditë informacion dhe kanë humbur të drejtën e mbështetjes, megjithse kam pas diagnozën e saktë. Edhe aty është nuk e ndryshon dot. Shumë interesant kjo për shembull informatë shumë interesante që me ditë për gjithë ata që i kanë ende mundësinë edhe nuk i kanë mbush 20 vjet, kështu që sa më mirë se pyetja për shembull për ata që janë 40 vjet edhe kanë nevojë. Atëre kur jem më i madh në moshë mbi 20 vjeç, atëre lista e diagnozës është një çik më e shkurtër. Por për shembull, nëse ke defekt, ke një traumë, ke vrarë dhëmbin, për shembull dhëmbët e frontit në punë, ose edhe në rrugë, re nga sparkë sykel, atëre nëse ke nevojë për mjekim specialisti ortodont dhe e ke të dokumentuar këtë defekt, atëre shteti të jep një pjesë të ndihmon nga ana financiare. Edhe për këtë, ose nëse ke për shembull smundjen e miqit të dhëmbëve, periodontit. Dhe dhëmbët kanë lëviz aq shumë sa duhet rregullim nëpërmjet specialistit, atëherë edhe këtu të jepet një ndihmë financiare. Ose ke hequr një dhëmball prej shumë kohësh, dhëmbët kanë lëvizur edhe dentisti dëshiron të vejë një implantat, një vend falso. Atëherë specialisti ortodont i drejton dhëmbët, rregullon si thua themelin, që dentisti të bëjë një punë sa më të mirë. Domethënë neve bashkë punojmë, ne nuk konkurrojmë, por bashkë punojmë. Dhe zakonisht specialisti ortodont bën atë punën që mbase asnjë nuk e shef si themelin e shtëpisë, që nuk duket shumë se njeriu është vetëm dritaret. Kurse në fund fare pastaj dentisti i bën ato facetat e bukura. Shumë interesant kjo. Kur jemi te ortodoncia, terapia ortodontike shpesh përfshin pajisje fikse edhe mobile. Na shpjego pak këtë. Të dyja. Atëre neve i zgjedhim aparatet apo mjekimin ton në varësi të diagnozës të vendosur. Domethënë nuk kemi një aparat dhe themi kjo vendos gjithë, jo. E para punës varet nga mosha e pacientit. Sepse ne kemi pacient nga mosha 7 deri në 77 vjeç. Dhe çdo diagnozë ka të vetën. Kemi aparate që tela, siç i themi në shtëpi, në ship, që hiqen dhe vihen. Unë kam marrë këtu disa shembuj. Kemi dhe aparate që janë fikse. Absolutisht. Ne po fillojmë për shumë ky është një shembull edhe me këtë. Edhe me këtë. Këtu janë, ju mund t'i mbani? Po. Ju mund t'i mbani? Këtu janë aparatet vogla për shembull që vijnë te fëmijët e vegjël. Nëse kanë dhëmbë që janë të dalë për jashtë ose nëse do të zgjerosh nofullën, neve kemi analitet edhe nga ata që dëshirojnë t'i drejtojnë dhëmbët. I kanë gjithë dhëmbët, por i kanë të shtrembur në nofull dhe dojnë t'i drejtojnë. Është ajo që do t'i ndihmon mos tepër për drejtimin e dhëmbëve? Kjo jo, këtu janë këto shembujt e tjerë, ka për shembull ose aparate fikse, që janë me këto plakat metalike, ose janë të ashtu quajturat maskerina, që kanë ardhur më vonë. Këto janë, nëse janë për shembull që hiqen tela, që hiqen që themi ne, këto janë, nuk e di sa shohin, këtu janë maskerina që duhet jenë në gojë gjithkohës dhe hiqen vetëm kur ose kur pastron dhëmbët. Këto janë që hiqen. Ka pastaj kërkohet më tepër nevojë për pastrim apo mbajtje higjiene kur ti kemi ne këta në përdorim? Për shkak se fëmijët në realitet edhe nuk i dinë këto, nëse prindërit nuk intereson ndoshta më tepër rreth kësaj për t'ia shpjeguar më mirë se sa është e rëndësishme mbahet goja më e pastër në aspektin higienik. Tash çdo metodë ka dhe të mira dhe të këqija të veta. Nuk ka asnjë metodë që është 100%. Atëherë ne kur zgjedhim këtë pyetje shumë e mirë dhe sidomos për adoleshentët që kanë qejf që aparatet duken më pak, neve jo vetëm vendosim diagnozën, po edhe kemi bashkëbisedim me prindin edhe me vetë pacientin. Si mendoni ju? A do jesh ti i Zoti që ti mbash këtë aparatur, sepse kjo kërkon një disiplinë. Është elegante në metodë, të jep mundësi të hash çdo gjë. Edhe është dhe më lehtë për të pastruar sepse heq aparatin, por kërkon disiplinë të plotë. Dhe nëse prindi apo pacienti thotë unë nuk arrit ta mbaj këtë, atëherë nuk është nuk preferohet atë, nuk ja preferon as ju.
Atëre se është shumë e rëndësishme të di që nëse prindi thot ose vetë fëmia thot më duket se do t'i humbas. Atëre neve kemi alternativa tjera. Ka alternativa fikse. Fikse ashtu. Janë ose me pllaka metalike ose me pllaka qeramike. Kjo dhëmbët e epërt janë me pllakë qeramike. Po. Sipas dëshirës, sepse nuk duken shumë, nuk vrejnë ata, domethënë edhe mund t'i përdorin pak edhe mund dalin në ekranet televizive, pa pas problem. Edhe të rriturit, varet, edhe të rriturit. Kjo ka të mirën që nuk kërkon më pak disiplinë nga vetë pacienti, po flasim për pacientin adoleshent, por duhet të jesh pak i kujdesshëm kur han, sepse këto janë të ngjitura, të arrin të funksionojnë, por duhet gjithashtu të ketë mund të jetë hiqen lehtë, se ndryshe dëmton sipërfaqen edhe dhëmbët. Kjo është një metodë tjetër, kjo është një nga metodat, kjo është metodë shumë avancuar, është pllakat janë nga brenda dhe nga jashtë, kjo është për aktorët apo për ata që do dalin në televizor. Ata që janë pak më tepër të ekspozuar, po. Dhe janë më shumë për të rriturit sepse kërkon një precizionin çik më të madh. Mund të humbin pak aksentin e të folurit kur i kanë këta sepse kryejnë ndoshta pak akustik për këto metalit. Shumë akustik jo, por ndryshon dhoma e gjuhës. Ashtu. Megjithatë ne kemi pas avokat, lektor të fakulteti, drejtor, kështu që mësohesh, absolutisht. Adaptohesh edhe asaj. Adaptohesh, por kërkon një çik disiplinë. Ashtu. Po edhe tajnim. Sa e përket bartjes se këtyre tash ne e shpjeguam për dëgjues dhe shikues tan 3 forma të ndryshme. Kanë këto kozgjatje, sa do të mbahen për shembull për ta arritur atë çfarë dëshirojmë? Rezultatin domethënë. A ka është në mënyra më e shpejtë apo jo? Po. Kjo është pyetja? Ashtu po them. Ka ndonjë që për shembull për 3 muaj edhe nuk e nevojë më tepër apo në 2 vjet. Shumë pyetje mirë. Atëherë kjo është pyetje e shkëlqyer sepse shumë vinte kërkojnë që të mbarojnë pas 3 deri në 6 muaj. Atëherë, çfarë bëjmë neve me aparatin? Neve lëvizim dhëmbët. Baza e lëvizjes është fiziologjia e anatomia e trupit njeriut. Po, themeli në ofullës aty. Ajo është i njëjti për çdo aparat. Domethënë, nëse se dikush më thotë që me këtë i lëviz më shpejt se me këtë, edhe me këtë 1 vit, me këtë 2 vjet, nuk është e mundur. Nuk është e mundur. Në efekti është është afërsisht aty. Megjithatë këto të dyja, maskerinat edhe kjo metoda linguale, këto janë custom made, domethënë janë aparate që i përshtaten vetëm gojës së pacientit, kurse këto të tjerat janë konvencionale. Lëviz pak kohë, megjithatë nuk mund të bëjmë reklam të themi që këto metodat janë më të shpejta. Nuk është e drejtë. Po. Sa është koha për shembull? Kjo varet, mesatarisht është 2 vjet e gjysmë. Megjithatë, nëse kemi një gojë me dhëmbë permanent, nëse kemi pacient që janë disa dhëmbë presin për disa dhëmbë, atëherë mund zgjasin çik më shumë. Po, brenda këtyre 2 viteve kur ata fillojnë të mbajnë, duhet vinë kontrolle her pas here, por shkak se ndoshta ne edhe pse them se lëvizjet nuk janë atë shpejta, po do një prej paciente do e ketë lëvizjen, ose do e lëvizin këta, do të fillojnë të lirohen, apo absolutisht. Vën pak më. Absolutisht. Domethënë, një mjekim normal ortodont do jetë 2 deri në 2 vjet e gjysmë dhe pacienti vjen çdo 4 deri në 8 javë për të stramën, si thon, për të rregulluar, për të kontrolluar. Dhe prandaj ky lloj mjekimi nuk është i përshtatshëm për të bërë jashtë shtetit, për të shkuar dhe për të ardhur siç janë për shembull, siç kemi parë këto turistët vendit që shkojnë, bëjnë proteza apo implantate, rinë 3-4 ditë dhe vinë me gojë perfekte. Mjekimi ortodont nuk është i përshtatshëm nga që kërkon supervijim të vazhdueshëm mbi të gjithë në të gjithë kohën e mjekimit. Mund drejtohen dhëmbët nga ata që shkojnë tash në ato klinikat tona agje për estetik, edhe atë zirkoni, asjetën ati materiali që i bëjnë dhëmbët e bardhë dhe kanë një defekt, paraqitet defekti me në kohë, mund t'ju ndihmoni ju si ortodont, apo duhet ata patjetër t'i drejtohen prap atyre klinikave që kanë bë? Klinikat rregullojnë vetëm sipërfaqen e dhëmbit, nuk fasadën, nuk e ndryshojnë, nëse muri është i shtrëmbër, themeli nuk e ndryshojnë. Dhe mirë do ishte nëse për shembull dikush një i rritur planifikon një mjekim të shtrenjtë, të bënte një kontroll ose dentisti ta
do rekomandonte të një kontroll të ortodonti për të parë nëse dhëmbët qëndrojnë në rregull para se të bësh një mjekim kaq të madh, sepse më vonë ndryshohen, por mund të dëmtosh këto fasadat e bukura që sapo i ke marrë për shembull. Po, që ka një kosto goxha të lartë. Ja, kostot po, por kostot edhe reflektojnë pak kualitetin, apo jo, se kjo është një çik problematike. A kemi kontroll rutinore për ta vizituar ortodontin? Po, kjo është pyetje e mirë, e kisha shkruar edhe në listë. Atëherë, sistemi norvegjez, meqenëse jemi në Norvegji, po e sqaroj si është. Kemi sistemin publik dentar. Fëmijët fillojnë të thirren nga dentist skullet anlegën që në moshën 4 vjeç të kontrollohen 1 deri në 2 vjet. Dentisti ose tam player, higjienisti kontrollon dhëmbët nëse kanë vrima, karies, dhe kontrollojnë gjithashtu pak mësojnë diagnozën në shkollë, në fakultet, unë jap aty mësim, mësojnë edhe nëse dhëmbët po dalin sipas kohës apo nofullat të tregojnë një defekt. Dhe këto kontrolle bëhen rregullisht çdo 1 deri në 2 vjet derisa pacienti bëhet 20 vjeç. Dhe unë do t'ju rekomendoja të gjithë dëgjuesve që nëse kanë fëmijë të ndjekin këto thirrje, mos t'i neglizhojnë. Në një nga këto takime, nëse dentisti shef që diçka nuk shkon, atëherë i jep një letër referimi prindit, henvisning shema. Ajo është para penger. Shko te ortodonti, te specialisti ortodont të bëj një kontroll. Dhe shpesh jo, por qëllon për shembull që pacienti ose prindi e ka marrë një letër dhe ka harruar 2-3 vjet, 4 vjet dhe vjen më vonë. Edhe kjo është një çik mungesë informacioni, që vëret rreth domos të ne që nuk e dim gjuhën 100% të rregullat. Edhe kjo është shumë e rëndësishme të ndiqet. Edhe nëse është ndonjë traumë, për shembull, unë kam fëmijën e vogël, më bie vritet dhëmbi në shkollë, shko te dentisti regjistroje. Sepse kjo ka shumë vlerë nëse më vonë ky fëmijë kur të rritet, i rritur mund t'i humbasë ky dhëmb. Kam pas një pacient 45 vjeç, kishte dëmtim nga te shkolla dhe ju hoqëm dhëmbët. I bëm një rregullim ortodontik dhe pastaj zëvendësuam një implant. Dhe meqenëse 45 vjeç, norvegjez, pacient norvegjez, arriti të merrte dokumentin nga arkivi i dentistit që ka qenë 30 vjet a 40 vjet përpara, sa i 45 a 35 për vjet, përpara që ky dëmtim ka qenë dëmtim shkolle, atëherë ai mori mbështetje financiare, pjesërisht se asnjëherë nuk është 100%. Mori mbështetje financiare edhe për ortodoncinë, edhe për implantatet. Po mirë është arkivohen gjitha gjërat, domethënë kur ndodhin, sidomos ne kur i kemi fëmijët tanë të rinë për shkolla, e shohim lëndorën shumë herë, tash ndoshta dalim pak nga tema, lëndorën edhe në gjunjë, në këmbë, ashtu që është mirë të regjistrohet gjitha këto. Sidomos dhëmbët, sepse këto që thatë ju është kushtë ka kostë shumë të madhe, edhe jetës asnjëherë nuk i dihet. Nëse është dokumentuar, arkivuar, është në arkiv. Cilat janë problemet më të zakonshme dentare që zgjidh ortodoncia? Ortodontia zgjidh shumë probleme, varet edhe nga mosha. Po të fillojmë nga fëmijët, për shembull, një defekt apo aviksi ose devijim është që ka distancë të madhe midis dhëmbëve të lartë dhe të poshtëm. Mund të ketë 6, 7, 9 mm. Pse është e nevojshme, pse është e rëndësishme ta korrigjosh, sidomos për fëmijët e vegjël 9 deri 11 vjeç që vrapojnë shumë, nëse bien atëherë i dëmtohen dhëmbët. Një defekt tjetër është nofulla e ngushtë dhe kafshimi, dhëmbët e poshtëm kafshojnë lart në qellës dhe dëmtojnë mishin e dhëmbëve. Kjo është një defekt që nuk korrigjohet spontan dhe do vazhdoj, është quhet kafshimi i thellë. Edhe kjo është shumë e rëndësishme. Një defekt tjetër që është pak më rrallë është kur nofulla e poshtme është më e dalë se nofulla e lartme. Dhe ndonjëherë këtu është diferenca aq e madhe sa megjithëse ne e shohim që në fëmijëri atë duhet presim deri në moshën 18 vjeç për të ndërhyrë në mënyrë kirurgjikale, për të bërë operacion, për ta lëvizur nofullën. Pastaj të zakonshme janë rrotullimet, ngushtimet, ku duhen mbase hequr dhe dhëmbë permanent, ose jo,
to janë zakonshme. Sa zgjat mund të them një trajtim, po për shembull për të rregulluar atë që vim ne dhe tash është saktuar dhe është supozuar nga ana juaj që duhet patjetër të vihen njëra nga këto aparatura që i kemi tash këtu. Sa zgjat ajo mund vënë brenda ditës apo duhet të vijë edhe një herë brenda javës apo si shkon ky trajtim për shembull? Atë procedura është e tillë dhe ne kemi një procedurë që bëhet edhe në fakultet. E para është konsulta. Vjen pacienti me ose ka një referimi ose jo. Për shembull, ndonjëherë shohim që prindi ka fëmijën në partën e ose dhe vjen me fëmijën e dytë dhe thotë duket si diçka nuk shkon këtu. Ose ka qenë dentisti i shkollës i ka thënë nuk ka nevojë. Mos u tut, si themi, mos u tremb. Nëse si prindi e në dyshim, çohet te specialisti. Edhe atëherë nëse unë arrit ta vërtetoj diagnozën, atëherë dentisti i jep letrën e referimit. Domethënë edhe ndrysh. Atëherë te pyetja juaj varet në cilën periudhë jam. Në qoftë se është për shembull një mjekim i hershëm, 8-9, procedura është e tillë, vjen për një konsultim. Në qoftë se themi okay, këtu ka nevojë për mjekim, atëherë neve vëm ose të njëjtin ditë ose një takim të dytë, ku do merren bëhet röntgen, bëhen fotografi, bëhen modele tridimensionale. Inçik ja krahasoj pacientëve ose prindërve me mjekun. Nëse shkon te mjeku i shtëpisë dhe thotë do bësh një operacion. Nuk shkon direkt në sallën e operacionit, po do marrësh analizë gjaku, do bësh röntgen, do bësh prava, do vërtetosh dhe neve të njëjtën gjë bëjmë, sepse është përgjegjësi e madhe ta mjekosh fëmijën e tjetrit. Pasi kemi mbledh këto analiza, unë bëj një përmbledhje të diagnozës, bëj dhe një çmim dhe i informoj pacientët. Bëj një orar ekstra dhe i tregoj dhe ato diagnozën, i tregoj dhe çfarë kemi menduar, edhe diskutojmë a do arri pacienti apo jo. Domethënë ose 2 takime ose 3 takime. Dhe pastaj mund të fillojmë mjekimin. Me mjekimin ashtu po. Ndonjëherë çik më shkurtër. Po, na jemi tash në një shtet ku kemi shumë etni tjera, jo vetë atyre majoriteti që kemi norvegjezët, kemi edhe shqiptar shumë. Edhe besoj që keni pacient, domethënë edhe nga ata dhe nga këta, domethënë po mund ta shihni dallimin se kush në atë aspektin edhe higienik edhe të mirëmbajtjes të gojës, nofullës dhe dhëmbëve, edhe cilët kanë më shumë punë, realiteta. Jemi në ata që nuk jemi shumë të ndërgjegjësuar edhe kemi nevojë ende për ta sensibilizuar popullatën tonë shqiptare edhe në këtë shtet ku jemi për të mbartur higienë të gojës, sepse është shumë e rëndësishme për mos të vijmë derisa sëmundje, domethënë apo defektet që ndoshta janë edhe të pariparueshme. Kjo është pyetje shumë e mirë, edhe është e vërtetë që dallohet pak ndryshim midis ne që jemi të ardhur, ka grupe të ndryshme, edhe norvegjezëve të lindur. Dhe e para punës duhet mendojmë, norvegjezët janë rrit dhe në përgjenerata me një sistem. Ato e din sistemin që në fillim edhe ndjekin, kanë një ndjenjë për rregullin edhe për informacionin. Ne shqiptarë, kosovarë, mos kosovarët kanë ardhur nga lufta, kanë ardhur nga është e vërtetë ose që kanë vinë nga Ukraina për shembull, ose nga vende të tjera, nuk kanë pasur kohë apo mundësi që t'i përkushtohen dhëmbëve. Kjo është një kulturë e re. Absolutisht higjienën e shoh pak që është një çik problematike, edhe ushqimin. Hahet shumë dhe pijen gjëra të ëmbla, sheqera të ëmbla, kështu që higjiena absolutisht duhet përmirësohet. Është shumë e drejtë. Neve sot i kemi edhe këtu disa suplimente, mund të themi ja ata që bëjnë fitness edhe dojnë bëjnë trup pak më të mirë që duken, ato nuk i kemi, po i kemi disa për ta mbajtur higjienën e gojës, edhe ndjehemi më të shëndetshëm. Ata dhe kjo është pjesë shumë e mirë, sikur ata që dojnë të ndërtojnë trupin pak me muskuj, këtë është që ta mbajmë gojën mirë dhe dukemi më mirë pastaj. Jemi, domethënë, ne nuk i bëjmë kompanisë, domethënë në reklam tani. Absolutisht, po i kemi ata domethënë që janë më të rëndësishme këtu. Por preferohet, domethënë kjo që ta përdorin çdo secili. Ta mbulojmë orale. Po, mund ta, Domethënë këtu i kemi, domethënë disa nga ata gjilpëra, po çka janë këta? Jo, ja ta them, kjo është e para punës për atë që thatë juve. Pastrimit mbi dhëmbëve është të kërkon pak kohë dhe impenjim, por është mishi i dhëmbëve është shumë mirënjohës. Në qoftë se i përkushton 2, 3, 4 ditë, atëherë
përmirësimi dallohet me një herë. Nuk është se punon në stër vite do të punon shumë gjatë që të shohësh që trupi është bërë i bukur. Dhëmbët brenda të mishi dhëmbëve dallohet që është i pastër. Atëherë këto janë si dhe për pacientët tanë që kanë aparatur, po edhe për çdo njeri që s'ka aparatur. Këto janë fuça interdentale, do të thënë përdoren për pastrimin midis dhëmbëve. Midis dhëmbëve, dhe sidomos për të rriturit ku mishi i dhëmbëve tërhiqet. Atëherë hapësira është më e madhe. Ti pastrojmë aq thellë derisa pak del gjak nga dhëmbët apo do të jemi pak më të kujdesshëm për të ikur ndonjë inflamacioni apo nuk di. Dalja gjak tregon që ka një inflamacion. Nëse nuk ka inflamacion, nuk ka gjakderdhje. Nuk ka gjakderdhje. Domethënë patjetër nëse del gjak, atëherë nëse higjiena është e mirë, duhet kërkosh ndihmë profesionale pastaj. Kjo është shumë e mirë. Kjo është fil dentar, kjo është për ata që kanë për shembull ura, sepse nuk arrin ta kalosh filin dentar në mes të dhëmbëve, dhe kjo ka është ndihmë, është një lloj fili dentar që është si tip gjilpëre. Ka një anë të filit, është një çike fortë si gjilpër, edhe mund ta ata bartësh, nga jashtme në sipërfaqen e mbrëmshme. Ose kur kemi aparaturat poshtë telit për shembull. Kjo është një lloj ndihme, kjo është aparati, kjo është ndihmesa ime e preferuar. Quhet mund temi ajo rentgeni dhëmbëve Alush. Farge tabletër, janë tableta ngjyrosje, edhe janë edhe një çik kështu për të lezetshme, se mund ta bëjë dhe prindi dhe fëmia. Atëherë nëse themon për shkakun që herë tu do të bësh një çik pastrim më të mirë. Edhe diskuton prindi me fëmin ose ti me veten tënde. Ashtu. Pastron dhëmbët, merr një nga këto tabletat, instruksioni është mbrapa 30 sekonda e kafshon, e shplan gojën, nëse ke akoma që se ke pastruar mirë, roz. Mbetet ngjyra aty. Mbetet ngjyra edhe e pastron, edhe është vetë kontroll. Nëse e shef që se ke pastruar mirë në një zonë, edhe fëmia nëse e shef sa të rish, diskutosh me fëmijën. To janë një lloj çamçakëzash me fjalë që mund ta zbulosh atë mospastrimin e mirë. Janë tableta, nuk kanë shije, ngjyra është ngjyrë ushqimore. Domethënë nuk është e rrezikshme për trupin. Edhe janë në farmaci, ja vlen lekët për këtë. Nuk ka nevojë të merret për ditë. Një herë në javë, 2 herë në javë, sapo ne ja kushtojmë gjithë pacientëve tanë që fillojnë mjekimin. Po shumë mirë sepse kjo do ndihmon alta, Edhe ndihmon për një çik kështu qef. Shumë mirë. Shumë mirë që edhe po mësojmë gjëra të reja, se kjo është shkencë, domethënë çdo ditë, çdo javë, çdo muaj e vit vjen diçka ende të reja, ku për shembull i kemi edhe pajisje të dukshme, këto që është një revolucion për telat ose protezat ose kjo, vetëm se kushton pak shtrejt. Edhe tash vjen ajo koha si ta zgjidhim ortodontin e duhur për një buzëqeshje perfekte. Në këtë rast normal që e zgjedhim se kemi Doritën këtu, e kemi Adam Styen klinikën për ata që nuk e din. Aty komunikojnë shqip, anglisht, italisht, norvegjisht, shumë gjuhë. Gjermanisht. Kjo kjo është ajo që është e mira për neve, sidomos për neve shqiptarët, që nuk ka 10, 15 ose 2, po vetëm një. Edhe është mirë pra që kur vjen njeri te mjeku ose te stomatologu i vet, edhe të njëjtën kohë ta jep atë letrën që është pare që tha Dorita, ajo është domethënë një shumë e pareve që ta shkosh deri te ortodonti, edhe normal që mund ta zgjedhësh vet apo si shkon ajo. Është drejt ajo. Si fast lege, si mund ta zgjedhësh fast lege edhe ortodontin. A keni mundësi ju si ortodonte t'ja jepni mundësinë në realitet pacientit që konsultimi të jetë falas? Apo duhet patjetër të jetë me pagesë? Apo do ta kemi ndoshta një ofertë, një mundësi për dëgjues, shikues tanë që janë ndjek shqiptar që konsultohen me Doritën se ta kenë falas? Për dëgjuesit tanë për muajin mars, për gjithë muajin mars, një ofertë komerciale, një ofertë, do e kenë konsultimin falas.
Ja, pra, Që këtë sa- arritëm tani ta bëjmë Edhe për të një marrëveshje. po për dëgjuesit e radios e Lindja. Ashtu. Ja, pra, E kjo di është se ajo dëgjues tani që kemi shqiptar, ata që janë shqipfolës na kanë dëgjuar dhe kanë kuptuar ofertën, atëherë kapni ofertën gjatë muajit mars edhe vizitoni Prodoritën Adam Styen në Ortodent, domethënë Tan Regulering. Tan Regulering, aja është në Adam Styen, afër më Është ashtu Adam domethënë. Styen, Adam Styen, ja. Të banë emrin e zonës aty ku jeni. Adam Po. Styen është Ashtu. stacioni i trikut, Po. si themin e tramit në Shqip. Po. Mbajmë në trik tram. tramvajt. Tramvaj. Po. Po ajo është ajo që është më me rëndësi që ta dim për shembull dhe pastaj prej aty fillon trajtimi, fillojnë terapia, fillojnë gjithë ato që ti ta kesh atë buzëqeshjen, fëmia ta ketë dhëmbët të drejtuara, nofulla që është në bazë të jetë përpara ose në nivel, e gjitha ato që i takon për shembull ortodoncisë, sepse aty rregullon këto. Që takimit të dishme se ortodoncia është ajo pjesa që është pak ma komplikune se te stomatologu, ku për shembull aty ki me mbushje ose me rregullime tjera dhëmbe, po kur është ma e komplikune është ortodonti pra që i rregullon ato. E kjo është ajo e mirë që na e kemi Doritën, komunikohet shqip që është shumë e rëndësi, edhe në një kohë të gjuhë tjera normal, po është mirë pra që ata që kanë nevojë, sidomos ata që kanë fëmijë, e fëmijët zakonisht në Norvegjive që dihet, fillojnë prej moshës shumë të re, për të rregulluar telat, protezat e gjitha ato, është mundësia pra tani që të bëhet kjo, sepse merr këshilla të mira. Edhe në fund rezultati normal që nuk mundet me dalë keq, sepse për që ato është Dorita aty. Po, pra. Për me të uzu, me të kontrolu edhe këtë ekipa e Doritës, nuk është vetëm Dorita aty. Është një bashkëpunim. Një Po pra, bashkëpunim. Shumë e rëndësishme mendoj që është për- shumë e rëndësishme sikur se mjeku nam, sikur se cekëm fillim që e kemi ndoshta për sistemin trupor të përgjithshëm, por edhe ajo orale është shumë e rëndësishme. Dorita, cili do të ishte mesazhi juaj për ata prind që hezitojnë të sjellin fëmijët apo edhe vetveten tek ju? Për një këshill ortodontale. Po, unë do këshilloja që mos, nëse janë fëmijë deri në 18 vjeç, i kam mbar ato këshillat me sipas kohës. Po. Deri në moshën 18 vjeç, se pas moshën 18 vjeç bëhen fëmijë të rritur, janë të voksën. Në qoftë se ke marrë një letër referimi, handvisning, mos u mbit kohë, shko te specialisti. Nëse s'ke mundësi të vinë te ne sepse është një çik gjeografi, Oslo është e shtrirë, shko diku te një specialist ortodont. Është e thënë të vinë te ne sepse mund të kenë shumë dëshirë, por mund të jetë shumë larg. Mos t'i vrasin ndërgjegja. Mund na kontaktojnë, ne mund i ndihmojmë nëse kanë ndonjë pyetje, por nëse ata nuk kanë mundësi të vinë nuk është problem, por mos e harxho letrën e referimit, shko. Në qoftë se ke një fëmijë në shtëpi dhe je dyshimt, dentisti në shkollë të ka thonë nuk ka nevojë. Shko te specialisti ortodont, sepse në qoftë se diagnoza është qëndron, atëre specialisti nuk e detyron, po i jep informacion dentistit dhe ajo letra e referimit prap merret. Këshilla numër 2 është 18, 19, 20. Në qoftë se dikush një i rritur i ri, 20 vjeç, ka mbush 20 vjeç në janar, mendon që ka nevojë për mjekim, mos e harxho vitin, të bëhet shumë shtrenjtë vitin tjetër, shfrytëzo rastin. Dhe nëse ka ditëlindjen në 28 dhjetor, atëherë ke vetëm 3 ditë. 3 ditë i hikën shanse. Domethënë gjithë vitin që mbush 20 vjeç. Për të rriturit, këshilla është, në qoftë se mendon që ke nevojë për mjekim ortodont, shko te një konsultë e ortodontit sepse në qoftë se ke një diagnozë që shteti të jep mbështetje, atëherë vetëm mjekimi te specialisti ortodont të jep atë të drejtë. Asnjë specialist tjetër ose dentist nuk ta jep atë të drejtë. Prandaj shumë kjo ishte pra ajo këshilla edhe që ta dini se ishin shumë këshilla të mira, ishin të të rëndësishme për të mund të filluar mirë prej moshës më të herë deri ata që kalojnë moshën e adoleshentit, që të shfrytëzojnë këto mundësi, mos të humbasin sepse ka koston, edhe është mundësi ta shfrytëzojmë këtë mundësi që e ofron shteti. Ajo është shumë e rëndësishme pra që të keni kujdes edhe mund t'i tregoni tjetër kujna, nëse vetë nuk ki nevojë. Po në bisede sipër derisa të fol diçka tjetër pa lidhje, më mirë është kjo.
mu diskutu edhe mu mësu, se është me rëndësi. Dorita, për fund, ti tregove pak ma herët se në shëndetin e dhëmbe, do me thonë nofullës, dhëmbe, këtë ajo është e përfshine, në kujdes jonë normal, ushqimi, pastrimi, koha e pastrimit, gjitha ato. Edhe njëherë një përmbledhje që është shumë e rëndësishme për neve, që ka shumë njerëz e lanë njëherë, ose ka dhe 2 e 3 gjatë ditës i pastron dhëmbët. Çka duhet halo tjetër? Është kombinimi i disa gjërave. Është pastrimi është i rëndësishëm, sidomos pastrimi i mëngjesit dhe i darkës. Pse? Sepse në darkë shkon flen, ushqimi dhe papastërtia qëndron gjithë natën, bakteriet kanë kohë të rriten, krijojnë toksina, helme që dëmtojnë mishin e dhëmbëve. Është një diçka e rëndom, por duhet bërë. E para. E dyta është ushqimi, ose edhe ato pijet e soft drinks, kola, kanë dalë dhe këto pijet e reja që janë energi drinks, po që janë edhe sugar free. Ato mund të jenë pa sheqer, po kanë vlerën pH acidike, dhe as ato nuk janë të mira. Do me thënë, përmbaju ujit në qoftë se ke dëshirë të pish lëngje të ëmbla me ushqimin. Ose në qoftë se ke dëshirë të harsh diçka të ëmbël me ushqimin, pastro dhëmbët. Do me thënë, është një kompleks midis ushqimit, sheqerit edhe kohës. Nuk është vetëm, nëse unë për shembull lexoj, studentët lexojnë dhe ka një shishe Coca-Cola dhe pim pak nga pak. Megjithëse ato i pastrojnë dhëmbët, kjo është shumë e dëmshme. Ose sporti, energy drinks, shkojnë, do me thënë, jo vetëm, edhe ushqimi është shumë i rëndësishëm. Edhe kontrolli rregullisht e dentistit. Pra, jemi tash në fund programit, po unë harrova ta parashtoj një pyetje më herët, a mund të jetë sëmundje gjenetike kjo e dhëmbëve, nofullave, po shtrembrimit të dhëmbëve, të dhëmbët që dalin ndoshta pak aty ku s'duhet? Kjo është një kombinim që trashëgohen për shembull nga prindërit apo nga marrëdhënia midis masisë së dhëmbit dhe masisë së nofullës është gjenetike. Por një gjë është vërtet ajo, domethënë ti ke zgjedh nga prindit e ke me gjenet. Megjithatë edhe një gjë tjetër që shohim sidomos te këto grupet emigrantë, kur hajnë për shumë sheqer, atëherë dhëmbët e qumshit ju bien shpejt ose kanë karies. Edhe këto mund të megjithëse gjenetika mund të jetë shumë mirë, por nga që i humbasin dhëmbët e qumshit shpejt, atëherë edhe kjo krijon devijime apo krijon çrregullime në daljen e dhëmbëve. Po kjo ishte ajo kënaqësia jonë për shembull që e patëm këtë emision në lidhje me ortodoncinë edhe dhe me thonë gjithë shërbimin që e ka. Me neve sonte Dorita Preza, specialiste në ortodonci, edhe stomatologe normal, në tanë regulering Adam Styen Oslo. Mëse harroni për shembull, nëse e keni harru, atëherë na shkruani, ne ju drejtojmë. Ne të falenderojmë shumë, ishte kënaqësi që erdhe, faleminderit për dhuratat, se gjithmonë. Ose Matja. Këto janë ato që është ajo e mira, për shembull, që tash na ka obliguar dhe besa dhe mi përdor të shumë shpejt. Të falenderojmë shumë, ne urojmë suksese, edhe me siguri se ka dal do të vim edhe deri te podcasti me Doritën, ka dal ku do të bisedojmë edhe më fill në disa epizoda, për shembull, sa i përket nofullës edhe gjithë shëndetit rreth nofullës dhe mund të bisedojmë për sfidat, për gjithë ata në profesionalizëm, sepse njeriu kalon nëpër shumë etapa të jetës ndryshme ku ka me pacient ndryshëm të ketë, edhe është mirë ta shpjegojmë ndonjëherë se në ato epizodat e podcastit mund të marrim shumë nga ata se çka mund ndodhë në realitet në atë karrikën e një ortodonti ku të ulesh. Normal. Veç asaj se mund ta kesh gojën e zbukuru me dhamë të bukur apo me tela që nëna pa aparatet e ortodontet, dhe kështu që kjo pritet ndodhë në realitet, të vazhdojmë edhe me mjektan që i kemi këtu në Norvegji, ortodontë, gjithë ata që interesohen, të kenë përkraje dhe nga shikuese dhe dëgjues programeve tona. Falenderoj shumë, suksese. Shumë faleminderit. Gjithashtu shumë faleminderit, ju jeni trurit e zemra e radios, faleminderit. Bëni kaq pyetje të mira dhe dëshironi të ndihmoni gjithë dëgjuesit. Edhe ne na ndihmoni se edhe ne përfitojmë nga informacioni, po edhe shumë e rëndësishme që ky informacion
e arrin. Unë mendoj që ajo është më e rëndësishme ata kemi edhe faleminderit. këtë radio, në realitet për shkak se tani shkojmë edhe përmes kamerës edhe kamerës mund ta shohin, kështu që jemi domethënë live gjatë premte dhe gjithmonë po promovojmë vlera, po provojmë njerëz domethënë që kanë sjell atë më të mirën në këtë shtet, ku edhe më bën një shembull ndoshta i mirë, tash nuk flitet më atë aspektin negativ për shqiptarët në Norvegji, por ja që tash veprat po flasin, s'kem nevojë të tregojmë edhe se ngavim. Faleminderit edhe një herë shumë. Faleminderit. Shumë faleminderit. Në gjdo hap, në gjdo frymarrje, radio lindja është gjithmonë pranë jush, me meloditë përqafojnë shpirtin dhe tinguj që prekin zemrën. Ne sjellim emocion dhe bashkim, emëri vetëm qëndrese përbasht. Radio lindja, zemra që ra për çdo shqip.